Të dashur miq, selam aleikum. Takohemi sot në datën 15 nëntor i vitit 2025. Jam në linjë me mikun tim të vjetër, patriotin kanadez, nëse mund ta quajmë kështu njëri tjetrin, Pedro, Pedro Prodanin, i Përshëndetje. cili Pedroja, i cili ashtu sikur unë e kemi braktisur, e kemi dezertuar Kanadan, po ndërsa unë jam në tropik, në Malajzi, Petro është në vendin e lindjes së qytetërimit në Selanik, pranë malit Olimp, ku grekët e lashtë mendonin se rrinin zotrat e tyre pagan, në vendin që është qyteti që unë kam vizituar i pari jashtë Shqipërisë, ku kam qenë 16 vjeç, Selaniku. Petro, si kalon? Si duket Selaniku? Përshëndetje Orsi, faleminderit për mundësinë që më jepni. Nëpërmjet jush falenderoj dhe ndjekësit tuaj. Selanik është një qytet interesant, ka problemet e tija gjithashtu, por për një person si puna ime është në rregull. Jam me fat, më merr malli për Selanikun. U bëra vite që kam qenë. Ndoshta nga 5 apo 6 vite, kur isha në Ballkan, u thoja me makinë kur shkoja në Istanbul, edhe gjithmonë daloja në Selanik, në Lef Popirgo. Okej, miq, me Petron sot do të flasim për qytetrimet, por jo për Selanikun, as për tropikun, por do të flasim për luftën që bëhet në Ukrainë. Edhe titulli i bisedës tonë do të jetë Evropa a mund të fillojë një luftë kundër Rusisë. Për të gjithë ju që keni ndjekur lajmet ndërkombëtare apo edhe analizat e mia me Petron, ju besoj e dini se si nisi konflikti aktual. Konflikti aktual nisi që në shkurt të vitit 2014, kur amerikanët në atë kohë me sekretaren për Evropën Lindore, nëse jam gabim, Victoria Nuland, organizuan grusht shteti në Kiev, ku urrëzua presidenti demokratikisht i zgjedhur i Ukrainës, Viktor Yanukovych, dhe me rrëzimin e Viktor Yanukovychit, Ukraina hyri në një gjendje lufte civile, ku mbështetësit e presidentit Viktor Yanukovych, personat e rusish folës, që nga Kievi deri në Krimea, nisën që të persekutohen nga populatat katoliko-uniate, evangeliste, zioniste të Ukrainës. Të përballur me persekutim, me sulmet kundër kishës ortodokse, patriarkanës së Moskës e tjerë. Ne do kemi dy zhvillime kryesore në 2014. Zhvillimi i parë do të ishte aneksimi i Krimes nga Rusia, ka që në atë kohë Federata Ruse e tha që Ukraina nuk do të ishte më një vend si motor i Rusisë, por ata e panë dhe kuptuan që perëndimi, NATO, anglo-amerikanët ishin planifikuar që ta klenin Ukrainën në një shtet armiqësor ndaj Rusisë, dhe më pas në prill të 2014, Republika e Donetskit dhe Luhanskit, apo rajone që njihen përndryshe si Donbas, që janë në jug lindje të Ukrainës, shpallën pavarësinë e tyre, shpallën veten e tyre republika, duke mos njohur administratën e re që erdhi në Kiev. Dhe kemi që nga prilli 2014-s Ukrainën që hyn në luftë civile, dhe Rusia gjatë gjithë kësaj kohe ka qenë në mbështetje të rusofonëve, dhe këtë luftë civile në farë mënyre u izolua me atë që njihen si marrëveshja e Minskut,
u ra dakord për një farë status quo-je apo një farë paqeje ndërmjet rusofonëve dhe ukrainofonëve, por më pas, domethënë nga viti 2018 deri në 2022, 7 vite përgatitje, qeveria e Kievit kishte planifikuar që të sulmonte Donetskin dhe Luhanskin, dhe kjo do të detyroj Rusin që të nisi operacionin special ushtarak, që në anglisht njihet si Special Military Operation, në 24 shkurt të vitit 2022. Dhe ushtria ruse në atë kohë do të sulmoj fillimisht Kievin, Kharkivin, Khersonin, Mariupolin, edhe shumë qytete të tjera, por më pas, domethënë rusët do të përballen me kundër ofensivën ukrainase dhe si rrjedhoj ata do të tërhiqen nga Kievi, por do të kemi luftime do të përqendrohen në atë që njihet si rajoni Donbasit. Dhe tani që nga viti 2022 jemi 2025, domethënë për 3 muaj bëhen 4 vite që kur ka nisur kjo luftë. Lufta ka parë ato avancimet dhe tërheqjet e tyre, edhe pse në mars-prill 2022 rusët patën disa humbje dhe u tërhoqën nga disa rajone të Ukrainës, sigurisht e Kievi, nga që e panë që lufta nuk ishte më me Ukrainën, nga që ata e mundën Ukrainën në lëshimin e operacionit special ushtarak, më pas ata e panë që lufta nuk ishte me Ukrainën, por Ukraina do të kthehej në një front ndërkombëtar ku ushtritë e NATO-s do të dërgonin armatime mercenar e tjerë. Tani duke filluar që nga shtatori i vitit 2022, kur ukrainasi do të lëshojnë kundër ofensiv, rusët do t'i përgjigjen saj kundër ofensive në dimrin e 2022-shit, dhe sidomos në 2023-shin, rusët do të nisin avancimin e tyre, dhe pastaj duke hyrë në 2024 deri në 2025, lufta është kthyer në favorin e rusëve. Ukraina ka humbur me qindra e mijëra ushtar, sipas burimeve ruse besohet deri në 1 milion veta, dhe Ukraina në këto momente nuk ka më ushtar të mjaftueshëm për të vazhduar atë që njihet si luftë shkatrimtare apo war of attrition, sikur njihet në anglisht. Lufta në Ukrainë është një nga luftrat më të tmerrshme që ka parë njerëzimi në shekullin e 21. Kjo nuk është më luftë sikur ka qenë lufta klasike me tompa, tanke dhe me avion, por në këtë luftë si rusët, si NATO, po provojnë disa nga teknologjitë më të tmerrshme që ka zhvilluar njerëzimi, që nga lufta me dron, lufta me satelit e tjerë. Dhe duke qenë që kjo është një luftë shkatrimtare, ku edhe Rusia nuk ka, ose të paktën nuk ka mobilizuar trupa të mjaftueshëm që të ndërmarrin një ofensivë totale në gjithë vendin, pasi lufta nuk është më si lufta e dytë botërore apo e parë botërore, ku ushtarët marshonin, ndërthonin ato kanalet e tyre dhe godisnin njëri tjetrin me artilleri. Po duke qenë që lufta është me dron, dhe lufta me dron është një luftë shumë e rrezikshme. Dhe edhe përparimi i palës ruse nuk është sikur Blitzkriegu që rusët lëshuan në shkurt të 2022-shit kundër Ukrainës, apo sikur operacioni Barbarossa, apo operacionet e tjera që Gjermania naziste dëshoi kundër Polonisë, Çekisë, Francës dhe Bashkimit Sovjetik gjatë luftës së dytë botërore. Pra, është një luftë teknologjie, një luftë me dron. Megjithatë, sikur duken gjasat, rusët edhe pse nuk po avancojnë në mënyrë të rrëfeshme, ata kanë marrë një territor
të madh nga Ukraina që është pak a shumë i përafërt me Italinë dhe populatat rusofone të Donbasit janë bashkuar Federatës Ruse dhe Ukraina, e cila vetë nuk e përballon dot Rusin, ka mobilizuar të gjithë perëndimin kolektiv për ta mbështetur. Dhe deri në dhjetor të vitit 2024, kur në SBA ishte presidenti Joe Biden, në këtë luftë ishte e përzier edhe Amerika. Me ardhjen e presidentit Trump, ai domethënë i ka ndaluar dërgimin e shumë armatimeve për në Ukrainë, megjithatë britanikët, Gjermania, Franca vazhdojnë që të dërgojnë armatimet të tyre, sikur edhe ushtarë. Dhe lufta është hyrë në një luftë të tmerrshme ku tani për pak javë do të hyjë në një luftë 4 vjetore. Është një luftë shumë e gjatë. Është pak a shumë, domethënë kjo luftë po i parafrohet pak a shumë luftës dytë botërore, e cila nisi në 1939 dhe mbaroi në 45-ën, edhe për 2 vite do bëhet pak a shumë aq e gjatë sa lufta e dytë botërore. Por me Petron sot ne do të diskutojmë se a mund që Evropa e Bashkuar apo më saktë NATO të fillojë një luftë totale kundër Rusisë në këto momente që Rusia, edhe pse avash, po arrin disa fitore shumë të rëndësishme. Për shembull, në këto ditët e fundit, Rusia ka intensifikuar sulmet e saj masive me dron dhe me raketa kundër infrastrukturës ukrainase dhe zhvillimi më kritik është rusët që në këto momente po marrin qytetin e Pokrovskit, qytet i cili është një qytet shumë gjeostrategjik për rajonin e Donbasit. Petro, e bëra pak të gjatë hyrjen, kush është komenti jot? Si e shikon situatën? Siç ju përmendet Olsi, lufta po bëhet e gjatë dhe në fillim të këtij konflikti ne bëjmë një bisedë së bashku mbi situatën në Ukrainë. Si pak a shumë ne thamë që Ukraina ka marrë fund, ashtu siç e njihni ne në atë kohë. Dhe siç flasim sot, unë do insistoj se dhe Ukraina, siç e njohim në këtë moment, në të ardhmen do të ndryshojë përsëri dhe mbase nuk do të ekzistojë më si një shtet. Kjo për arsyen sepse po bëhet një luftë shumë e kushtueshme, të cilën Evropa nuk mund ta përballojë dot më, dhe mundësitë janë dy, nga këndvështrimi im, ose Evropa të përfshihet në një luftë të drejtë për drejtë me Rusinë, ose ta shtyjë në një lloj të zgjatje këtë konflikt, për të cilën rusët në fakt janë përgatitur. Dhe në qoftë se kthehemi mbrapa në kohë, unë mbaj mend presidentin rus që tha ky konflikt do të zgjatë rreth 20 vjet. Dhe pak a shumë ky konflikt nuk mund të shuhet me një çelës, nuk mund të shuhet as me një marrëveshje, sepse nuk ekzistojnë bazat e një marrëveshje paqësore. Të palët kundërshtare janë aq larg njëra tjetrës sa vetëm lufta, vetëm ushtari, këmba e ushtarit, qoftë ky ukrainas, qoftë rus, do të vendosë ku shkon kufiri. Dhe këta pak a shumë tash po kthehem në histori, kështu ka thënë edhe Stalini, do me thënë fuqia e një shteti shkon aq thellë sa shkon këmba e ushtarit të tij. Dhe me që shikoj unë, me sa kuptoj unë, Amerikanët po trishen, ata kanë probleme shumë të mëdha ekonomike, sidomos në Azi, me ngritjen e Kinës dhe rebelimin e Indisë. Kështu që ajo që thatë ju, që ky konflikt po të zgjatet, ka disa arsye pse po të zgjatet, edhe për mendimin tim është fuqia amerikane, e cila po
degradon çdo muaj edhe më shumë dhe Amerika po provokon Kinën, po provokon Indinë, po provokon fuqira të mëdha, të cilat pak a shumë kanë aleat, jo të drejtë për drejtë, po aleat parimor kanë Rusinë, sepse e dinë pas në qoftë se Rusia bie, radha do të vijë Kinës dhe Indisë. Kështu që jemi në një moment shumë deciziv, Evropa e shquar për luftra të përgjakshme, për luftra boshe, pa asnjë lloj kuptimi, po vjen në një moment që duhet të bëj të marrë një vendim deciziv edhe unë mendoj se kokat e nxehta do të shkojnë në drejt konfliktit të nxehtë. Kjo është frika ime. Po, megjithatë, domethënë për personat që ndjekin mediat ruse, rusët akuzojnë britanikët për zgjidhjen e konfliktit. Kur ishte përpara 2 javësh, nëse nuk jam gabim, shërbimi sekret rus botoi edhe një lajm ku thoshte që Farisi, Franca, kishte marrë vendim që do të çonte 2000 trupa speciale nga Polonia në Ukrainë për të luftuar, dhe Rusia bëri një deklaratë zyrtare ku kërcënonte që këto trupa do goditen nëse në Ukrainë do vriten. Nuk është se nuk ka trupa deri tani, po nëse s'jam gabim, Franca kishte planifikuar që të dërgonte ato që quhen the Foreign Legion apo ushtria e huaj, trupat speciale që janë në Francë. Pra, unë çfarë po shoh është që pak a shumë perëndimi në këto momente është i ndarë, sikur ka qenë në kohën e marrëveshjes së Munihut, kur Hitleri kishte marrë Çekoslovakinë, kur kancelaritë evropiane nuk dinin se çfarë do bënin. Dhe po të shohim pak a shumë britanikët në atë kohë dhe francezët ja kishin frikën Hitlerit dhe nuk kishin marrë akoma vendim të hynin në luftë dhe ta ndalonin avancimin e Hitlerit. Por do të kemi më pas marrëveshjen Ribbentrop-Molotov, ku Gjermania me Bashkimin Sovjetik do të ndajnë Poloninë. Ky do të ishte momenti kur Britania me Francën do të hynë në luftë. Për personat që dinë historinë si të luftës së parë botërore, si luftën e dytë botërore, amerikanët po ndjekin pak a shumë të njëjtën politikë izolacioniste. Lufta e parë botërore nisi në 1914 dhe amerikanët nuk hynë në luftë deri në 1917. Amerikanët, domethënë kur hynë në luftë bën diçka rreth 1 vit e ca luftë. Dhe amerikanët hynë pasi panë se në cilin ka po shkonte lufta, e ndërhyrja e tyre do të ishte decisive në thyrjen e Gjermanisë në Evropë, dhe e njëjta gjë do të ndodhi edhe në luftën e dytë botërore. Amerikanët u futën në luftë vetëm në fund, 1943. Domethënë, ndërsa fillimisht bankierët amerikanë kishin mbështetur Hitlerin me armatime, me para e tjerë, kur e shohin që ushtria e kuqe me Stalinin po e mundnin Gjermaninë në zgjidhje, ky është momenti që amerikanët do të hynin. Dhe nëse bëjmë një paralele historike ndërmjet luftës së parë dhe luftës së dytë botërore, amerikanët duket sikur në këto momente me presidentin Trump po ndjekin të njëjtën taktikë që ndoqën si në luftën e parë, si në luftën e dytë botërore. Ata po tërhiqen me presidentin Trump. Presidenti Trump, që kur erdhi në pushtet, që kur bëri fushat elektorale, po që në janar të vitit 2025 pretendonte që do të jepte fund luftës e tjerë. Por për personat që i ndjekin lajmet e kuptojnë që janë britanikët ata që nuk duan të japin fund luftës. Dhe për mendimin tim, në qoftë se pas Prokovskit, rusët do të arrijnë që të marrin edhe qytete të tjera të Ukrainës, sikur Kharkivi e të tjerë, unë dyshoj që ndoshta, megjithëse kërkon pak çmenduri kjo nga ana e britanikëve, por domethënë nuk do të jetë çudi sikur britanikët me francezët të bëjnë atë që bën
kur Gjermania arriti që të marrë gjysmën e Polonisë. Se domethënë ushtria e Rusisë po avancon, sigur ka deklaruar presidenti Putin, ne nuk jemi në luftë me Ukrainën, jemi në luftë me NATO-n dhe këtë e dinë gjithë, por e vetme gjë që neve na ngelet shohim në këto momente është që të shohim divizionet franceze, gjermane, britanike, polake që të kalojnë kufirin e Polonisë me Ukrainën dhe të hynë të nisi një fushat të gjerë brenda Ukrainës. Por ngjelet për tu parë, domethënë ajo nuk hatja ime të çon të mendosh që britanikët duhet hynë luftë, se nëse ata humbasin Ukrainën, sigur edhe francezët e tjerë, kjo do të jetë një fitore historike dhe gjeostrategjike për Rusinë, dhe përveç Rusisë do të trimërohet edhe Kina, India, sigur ju përmendët, dhe gjithë jugu global. Megjithatë, faktori për mendimin tim pse britanikët dhe francezët nuk kanë hyrë në luftë deri në këto momente është faktori nuklear, sepse Rusia është ndoshta fuqia numër 1 apo 2 me armë nukleare në botë. Dhe luftrat, sikur po tregon edhe lufta në Ukrainë sot, nuk janë më sikur luftra në luftën e parë dhe dytë botërore, që mjafton të dërgosh ushtri të motorizuar dhe të kapësh territor armik. Është lufta high-tech, është ose me dron, ose opsioni nuklear, dhe opsioni nuklear nuk toleron më ushtri. Lajmet, për ata që ndjekin media sigur Russia Today, ju në Greqi besoj i lexoni ato, po miqtan në Shqipëri nuk i lexojnë, që regjimi i Edi Ramës e ka kthyer vendin në censurë të papar, ku media sikur Sputnik, sikur Russia Today janë të bllokuara. Po përpara 2 javësh, një nga, më duket, ministri i mbrojtjes apo i generali suprem i ushtrisë gjermane deklaronte që ne po bëhemi gati që të dërgojmë 800.000 trupa në kufi me Ukrainën. 800.000 trupa do të thotë pak a shumë 1 milion ushtarë. Dhe për personat që jetojnë në Gjermani, që jetojnë në Francë, mediat janë plot me raportime për mobilizime masive. Dhe përveç kësaj duhet të kujtojmë edhe atë summitin e NATO që u mbajt përpara pak muajsh, ku presidenti Trump i kërkoi gjitha vendeve të NATO-s që të rrisin shpenzimet e tyre, të rrisin buxhetin në GDP nga 1.5, 1 apo 2% në 5%. Rritja e buxhetit në 5% do thotë luftë. Në këto momente Rusia, nëse janë gabim, shpenzon diku te 6% e buxhetit të saj për luftë, që është një vend në luftë dhe është gjë normale. Por kur ti shikon presidentin amerikan që i vë detyrë të gjitha vendeve të NATO-s që do shpenzoni 5% të buxhetit tuaj për luftë, kjo do të thotë përgatitje për luftë. Dhe për personat që lexojnë historinë, ne e dimë që Britania me Francën, kur Hitleri aneksoi Çekoslovakinë, nuk hynin dot në luftë sepse nuk ishin përgatitur. Do t'i marri kohë Britanisë dhe Francës, por edhe amerikanëve, që të transformojnë industritë e tyre nga industri civile në industri ushtarake, për të prodhuar tanke dhe topa, dhe që të ishin të gatshëm dhe të mundshëm që të hynin në luftë. Dhe Amerikës do t'i marri nga viti 1939 apo 40 deri në 43. Dhe i marri 3 vite përgatitje për luftë. Ndryshimi industrive vendase, u ndryshua Fordi dhe kompanitë e tjera nga kompani që prodhonin makina, u thyen në kompani që prodhonin tanke. Pra, logjika të bën të besosh që kjo armatosje masive që po i ndodh vendeve të NATO-s, duhet kujtojmë edhe Shqipërinë. Lajmet i kemi për ditë, nuk e di, ndoshta ju mund na tregoni se çfarë po ndodh në Greqi. Po ne për ditë shohim lajme se si qeveria e Ramës po ngre fabrika ushtarake, po prodhon dron, po prodhon preva, municione etj. Pra ne po shohim një armatosje të gjithë Evropës. Apo jo? Olsi, unë dua të bëj disa ndryrje këtu, domethënë nga këndvështrimi im. Deri në momentin që ne flasim, unë shikoj që Rusia, ose si të thua
Federata Ruse ka arritur të fitojë një luftë shumë të madhe. Sepse unë vë në mendjen time të njëjtën situatë, po them Gjermania ose edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po vë në funksionimin time dhe them që Kanadaja të kthehet kundër Amerikës, Meksika të kthehet kundër Amerikës, gjithë fqinët e jugut, të Amerikës së Jugut të kthehen kundër Amerikës dhe t'i vënë një Amerikës një embargo masive, mos blejnë nga Amerikasët e gjë, t'i bllokojnë, si të thuash, financat e të tjera e tjera. Dhe kjo është situata pak a shumë në të cilën gjendet Rusia. Unë i vë një pyetje të madhe në qoftë se Amerika do të kishte rezistuar për 4 vjet këtij presioni kaq të madh. Nuk e vë në diskutim që Franca do të ishte gjunjëzuar, Anglia do të kishte falimentuar, Gjermania që nuk ka me Gjerman, do me thënë të lufton shumica e brezit për të luftuar janë emigrant. Kështu që në total, duke qenë realist, unë them se Rusia deri në këtë moment, Konfederata Ruse e ka fituar luftën në të cilën me dashje apo pa dashje u ndodh. Dhe kjo tregon që këndvështrimi politikanëve të sotëm, që shumë prej tyre janë karagjozë, nuk kanë idenë se çfarë ka ndodhur në botë dhe nuk e kanë fare idenë se ç'mund të ndodhë sot. Sepse në botën perëndimore është krijuar një ide që luftën duhet ta fitojë ai që ka GDP-n më të madhe. Dhe duke spekuluar me këto terma të shekullit kaluar, GDP e tjera, kanë arritur që nëpërmjet kontrollit të mendimit të shoqërisë, nëpërmjet kuptohet sot internetit, të krijojnë një masë shumë ignorante, një masë e cila shoqëron median ose mendimin e hedhur në media sociale pa u menduar dhe shpeshherë kjo ndodh për faktin jo sepse ata duan ta bëjnë këtë gjë, ndodh për faktin se ata janë edukuar në këtë lloj forme dhe në qoftë se edukimi është bërë një lloj kanali që nuk ka mundësi të devijojë në deg të tjera, atëherë ndodh kjo që ndodh. Por ju përmendët rrët Russia Today, TV, Russia Russia Today. Today. Nuk këtu e kanë bllokuar, në Greqi nuk e shikon dot. Edhe në Greqi e kanë bllokuar, ë? Po, do me thënë, Ah. media ruse këtu është shumë e kufizuar. Okej, ja shive lajmin, është lajm ku Lieutenant General Alexander Solfranc tregon që Berlini është i gatshëm që në një luftë me Moskën, lajmi është i datës 8 nëntor, 7 ditë më herët, NATO planifikon të vendosi 800.000 trupa në rast të luftës me Rusinë. Domethënë, ky është lajm zyrtar, ku biles i kanë vënë, domethënë Gjermania ka bërë plane, biles edhe ka botuar një dokument për 1.000 faqesh, ku Gjermania në rast se NATO do të nxjerrë artikullin 5 për mbrojtje të përbashkët, është përgatitur që të dërgojë 800.000 trupa në luftë me Rusinë. Ky është lajmi. Meqense edhe juve në Greqi nuk u lejovan që të lexoni Russian disinformation apo disinformacion rus. Olsi këto lloj lajmesh unë më shumë i fut në kategorinë e propagandës sesa të realitetit ekonomik dhe ushtarak. Nuk ka mundësi të ndodhë ajo që 800.000 ushtarë, qofshin ta rus, qofshin amerikan, qofshin evropian, të shkojnë dhe të luftojnë në front. Lufta në qoftë se do të shpërthejë një luftë midis e drejt për drejt, konflikt midis Perëndimit dhe Rusisë, unë do ta quaja një luftë midis Perëndimit dhe lindjes, sepse në fushën e betejave do të përfshihen kinezë, indianë të tjerë. Kjo nuk është thjesht një luftë që mund të kontrollohet, si të thuash, një reaksion në një epruvet laboratori. Dhe kjo nuk ka për të ndodhur sepse mjetet e luftës ose armatimet e sotme do të
shfaqen në formën e tyre më të ashpër dhe më agresive, do vjen në funksionim armët të cilat janë armët të shkatrimit në masë, e tjera, e tjera. Por është edhe një diçka tjetër, tani ne po shohim që evropianët, siç ju e përmendat aty më përpara, po përdorin teknologjitë e tyre, amerikanët po po provojnë teknologjitë e tyre në Ukrainë. Megjithatë, unë shikoj që edhe përdorimi i teknologjive më të fundit, përveç vrasjes së personave që unë i quaj të pafajshëm, nuk ka ndonjë ndikim të drejtë për drejtë në frontin e luftës. Frontin e luftës do ta fitojë ai që është më i vendosur, ai që, si të thuash, e do vërtet, si të thuash, ideologjinë, dheun, udhëheqësit e tjera e tjera. Domethënë, është një ekuacion me shumë faktorë të cilat perëndimi i ka humbur. Perëndimi si një koncept demokratik ka treguar shenjat e mplakjes, i cili nuk mund të ekzistojë më, dhe këto lloj problemesh dhe këto lloj smundjesh i shfaq dhe ushtria e perëndimit, sepse ne në qoftë se marrim parasysh që në Ukrainë janë përdorur format më të sofistikuara, është një fantazi shkencore se ato shikonin në movie që është në filma që është vënë në përdorim, dhe prapë se prapë ushtria ruse me përpjekjet e saj, me humbjet e saj, ka arritur të pushtojë një pjesë shumë të marrë në kontroll një pjesë shumë të madhe të Ukrainës, dhe duke patur parasysh pozicionin jashtëzakonisht të vështirë në të cilën ndodhet, si të thuash, udhëheqja ruse dhe ushtria ruse, nuk mund të krahasohet me konfliktet e para që kemi hasur ne më përpara. Për shembull, në luftën e dytë botërore ne kishim gjermanët me Bashkimin Sovjetik, të cilët nuk kujdeseshin shumë ku do bjerë bomba, do vras ushtar apo të pafajshëm. Ata luftonin për të shkatruar çdo gjë që kishte kundërshtari. Kjo gjë nuk mund të ndodhë sot, sepse Rusia nuk mund të vrasë ata që i quan vlezër, t'i vrasë në mënyrë masive. Në anën tjetër, që është një problem shumë më i komplikuar, udhëheqja ruse nuk do të krijojë pakënaqësira masive brenda Rusisë. Domethënë, nuk mund të thes një mobilizim masiv, të thotë nesër të gjithë ju jeni në armë dhe do të vini të luftoni, sepse ata i tremben revoltave të brendshme, të cilat janë shumë të rrezikshme se rreziqet nga jashtë. Kështu që Rusia nuk është në një pozicion komfort, siç është Amerika, të themi. Bile dhe Anglia, që është shumë larg, edhe Franca dhe Gjermania, nuk janë në pozicionin e vështirë dhe delikat në të cilin ndodhet Rusia. Dhe në qoftë se hiqen dorashkat dhe këto vende kthehen në armike të drejta të Rusisë, atëherë të dyja palët do të përpiqen të rrafshojnë në njëra tjetrën në një mënyrë sa më të shpejtë dhe sa më drastike. Dhe këtu shanset që të fitojë Evropa apo Rusia është duken, sepse të dyja palët do të jenë të shkatruara në një formë të tillë që do të vihet në pikpyetje ekzistenca e njerëzimit, të paktën këtu në Evropë. Dhe Evropa ka treguar që këtu shpika ime mund ta bëj, e bëjnë. Evropianët e kanë bërë, e ka treguar historia që kanë bërë, dhe nuk është çudi që ta bëjnë përsëri. Papjekuria e klasës politike aktuale në Evropë është në prag të një katastrofe. Ne kemi udhëheqës që e kemi thënë herë të tjera që vetëm udhëheqës politik nuk janë, ata mund të jenë Karagjoz, ata mund të jenë, si të thuash, njerëz që tregojnë Barsoleta, po në asnjë lloj mënyre politikane larg pamës për të përballuar problemet në të cilat ndodhet njerëzimi. Këtu është frika ime. Në këto momente gjithmonë ka pasur provokime, një provokim mund të vijë, një vrasje e presidentit Putin, tentativë për t'i marrë jetën, ose zyrtar të lartë të Rusisë, të cilat do të nxehin aq shumë luftën sa lufta mund të dalë jashtë kontrollit. Po për mendimin tim deri tani fituar është Rusia, ndërsa në planin ushtarak
përsëri këtu kemi një fitore të Kinës. Shumë njerëz thonë që okay, vajten ushtarët koreanë në Rusi dhe ata luftuan të Korisë së Veriut edhe bën këtë. Dua të them një diçka që ata ushtarë koreanë, shumë nga ata janë, si të thuash, përdorin teknologji kineze, teknologjia kineze po përdoret vazhdimisht në Ukrainë. Kur takohet Putini me të madhin e Kinës, ata nuk diskutojnë thjesht anën financiare, ata diskutojnë dhe anën ushtarake, dhe teknologjia kineze po avancon dhe po provohet në Ukrainë, pa diskutim për këndvështrimin tim. Dhe këtu në disa rrymë, qofshin këto perëndimore, qofshin lindore, po e shikojnë Ukrainën si një Afganistan të dytë, një Afganistan evropian, ku njerëzit ushtrit mund të provojnë armët më eksperimente nga më të ndryshmet. Dhe ku është etika e amerikanëve, ma merr mendja mua, prandaj dhe ata janë shumë të pequr në këto pika, sepse Rusia mund t'ja japë fare kollaj, si të thuash, laboratorin Ukrainas, Kinës, Indisë dhe fuqive tjera që duan të provojnë armët e tyre. Pra mund të ndodhi një rumuj aq e madhe në qendër të Evropës sa shkatërim masiv. Pra këtë them dhe insistoj në kjo, e them që fajin kryesor në këtë rast e ka politika evropiane, e ka kapitalizmi evropian, kapitali evropian, i cili po vdes dhe nuk është në një gjendje t'i përshtatet kushteve dhe, si të thuash, situatës që po kalon njerëzimi. Ju folet për Gjermaninë me 800.000 ushtarë e të tjera. Ekonomia gjermane ka marrë fund, industria e tyre e ekurit po del pak nga pak jashtë sa botërore, industria e tyre automotive që ishte nga më të suksesshmet në botë, po u mbet për ditë, si të thuash, pjesën e saj në të industri. Industria kimike e tyre është bërë jashtëzakonisht e shtrenjtë, sepse ata nuk kanë më gazin rus, të cilët e përdorin në industrinë e tyre. Pra, ekonomikisht Evropa nuk mund të futet në një luftë të zgjatur dhe të kushtueshme. Ky është mendimi tim, dhe këtu fitojnë provokatorët. Provokatorët kanë treguar në këtë luftë që janë shumë të suksesshëm, nuk është nevoja të përmendim shumë gjëra, ne mund të përmendim rastin e linjës së gazit, 2 linjave të gazit që vinin nga Gjermania në Rusi, të cilat u shkatruan fare në mes të ditës me përkrajen e amerikanëve, të anglezëve, të vendeve skandinave. Ishte thjesht një provokim, i cili pati një kosto shumë të lartë për industrinë dhe ekonominë gjermane. Dhe me sa duket, akoma ata njerëz që vendosën të shkatronin ekonominë gjermane kanë akoma fuqi, sepse klasa politike gjermane është, si të thuash, zbatuese ekonomike e planeve ushtarake. Ky është mendimi për Gjermaninë. Petro, unë kam një pyetje tjetër. Në qoftë se shohim shpendimet ushtarake të vendeve sot, të bazuar në GDP-n e tyre, shohim që Ukraina është shteti që ka shpendimet më të mëdha ushtarake në botë, kuptohet është vend në luftë. 34% e buxhetit të Ukrainës i dedikohet luftës. Kemi Izraelin, ku 8.8%, domethënë 9% e buxhetit izraelit shkon për luftën. Kemi Algjerin, 8%. Kemi Arabinë Saudite, 7.3%. Kemi Rusin, vend që është në luftë, që shpenzon 7.1% të buxhetit të tij. Dhe pastaj kemi, kuptohet, Azerbajxhanin, i cili është në luftë
me Armenin, që ka 4% të buxhetit të tij, por kur vjen puna te Evropa, kemi Polonin që e ka 4,2% të buxhetit vet për riarmatim, dhe gjëja që më bën përshtypje është se në Evropë, pas Ukrainës edhe Polonisë, vendi që ka shpenzimet më të mëdha ushtarake është Greqia. 3,1% e buxhetit të ekonomisë greke shpenzohet për luftë. Amerikanët e kanë buxhetin e tyre 3,4% të GDP-s që e kanë për shpenzimet ushtarake, ndërsa Turqia ka 2,7%. Pyetja që unë duhet bëj është pse, okay, ndërsa ne kuptojmë Polonin se është në kufi me Rusin, e kuptojmë Ukrainën se është luftë, pse Greqia duhet shpenzoj kaq shumë në Evropë për armatime? Ose nuk jam shumë i prirur nga numrat që publikohen. Numrat këto shtete i bëjnë si të duan. Kur themi për Greqinë, me që më pyete për Greqinë, më the 3,1 diçka e tillë. Mund të jetë edhe 31. Mund të jetë edhe 31. Ne nuk e dimë këtë saktësisht. Okej, ne nuk e dimë saktësisht. Tashi Greqia ka një problem. Greqia, si e kuptoj unë, ka një shtrirje të madhe detaj. Dhe që të mbrosh, si të thuash, nga një sulm i mundshëm, ishuj, një sipërfaqe shumë të madhe për një popullat 10 milion, do duhen anije, fregata, unë di vizitova një fregat, thjesht për turist. Ato janë shpenzime kolosale. Nuk është se ble, si të thuash, sa dron me 2.000 apo 3.000 dollar, me 200-300 dollar një. Do të blesh një fregatë, do të blesh një nëndece, do të blesh shumë, dhe këto sot janë pajisjet më të kushtueshme në botë. Dhe për këtë arsye Greqisë do t'i duhen shpenzime kolosal. Por le të kthehemi në këto raportet që unë i kundërshtoj, domethënë që në koncept GDP dhe ushtri. Po kthehemi në Afganistani. Afganistani kishte 0 GDP, 0 shpenzime, nuk bënin as armë, as avion, as tanse. Megjithatë nuk përballuan dot amerikanët, që kanë, si të thuash, pretendojnë të kenë ushtrinë më të fuqishme në botë. Pra, po ti futemi historisë dhe të shohim luftrat totale nuk vlerësojnë fare nga GDP-a, sepse në këto vende që thonë ne kemi GDP, kemi mirëqenie, më thënë thash, njerëzit janë mësuar që t'i kenë të gjitha gjërat gati dhe t'i marrin nëpërmjet pagesës. Domethënë, kam leka e ble, s'kam leka marr borxh dhe e ble. Këto fenomene e kanë tjetërsuar njeriu. Domethënë, në vendet më të varfra, njerëzit e konceptojnë luftën dhe dashurinë ndaj dheut në forma të tjera. Një emigrant në Kanada nuk mund ta shprehë dhe ta mbrojë dashurinë për Kanadan, nëse ekziston, në të njëjtën formë siç mund ta shprehë një person nga Moska, të themi. Unë të marr një nga Toronto, apo nga Montreali, apo nga Ottawa, dhe të them shikoj, shkon në luftë ti. Tashi, atje ku jetonja unë, që një tim të themi ishte nga Egypti, tjetri nga Algjeria, tjetri nga Bullgaria, ne nuk binim dakord për asgjë me. Po ne domethënë nuk ka nacionalizëm kanadez, ne jemi mamluk aty, jemi sklever. Okay. Ne domethënë koncepti i patriotizmit me rastin e Kanadas por edhe Amerikës është shumë i vështirë. Domethënë me konceptin e patriotizmit grekut, turkut, rusit, sepse kanë lidhje me territorin, kurse ne aty jemi punëtor, jemi jabanxhi apo. Po njëjta gjë ndodh me ushtrinë. Në Amerikë ushtria është me mercenar. Domethënë një mercenar është kështu janë pak a shumë. Do thua ti që shkojnë edhe vullnetar. Po, shkojnë, po nuk koncepti i tyre i ushtrisë është të vete, të bëj çfarë të bëj, të marrë një zanat, të kthejmë, të punoj dhe të marrë pension. Dhe pak a shumë ky është koncepti i ushtarit perëndimor, i cili mund të jetë një koncept modern,
por nuk është rezultativ në fushat e betejës. Dhe në qoftë se unë ndjeker pasere, tash i qam në pension, me fjalë ndjek Facebook-un dhe unë shikoj degenerimin e madh të medias perëndimore. Kemi rastin e BBC-s që një institucion që deri 10-15 vjet kaluara ishte një institucion serioz, sot është kthyer në një institucion tip Facebook, me fjalë. Manipulime nga miqesharaket, një depresion dhe dëshpërim i madh, duket që nga titujt gazetareske të lajmeve, me fjalë ose të atyre sensacioneve që japin lajme sot, janë trequr thjesht nga ajo ideja Tabloidi, që po, tabloidi, po, sensacioni. po, sensacioni. Dhe ajo që më bën përshtypje, unë ndjek, futem në faqet indiane për të parë cili është reagimi i indianëve. Me kë janë indianët, sepse India është shteti më i populluar në botë dhe tregon çfarë mendojnë këta njerëz që nesër pas nesër do të bëhen nxitësit e një ekonomie të madhe në Azi. Domethënë Azia është e ardhmja sepse ka numrat e njerëzve, me fjalë, dhe kanë edhe një traditë disa mijëra vjeçare, nuk janë vende dhe popujt që erdhën dhe u krijuan nëpërmjet emigrantëve 100 apo 200 vjet të kaluar, siç është rasti i Amerikës dhe i Kanadas. Dhe në një këndvështrim më larg pamës, ose me, si thua, një ekran më të gjerë, këto vende në realitetin ku jetojmë sot po luajnë vazhdimisht një rol më deciziv në botë, me fjalë. Dhe unë duke parë reagimet e indianëve, shoh që shumica e tyre janë kundër perëndimit. Dhe në qoftë se ata manipulohen pak me zgjuar, si do bëhen akoma më antiperëndimor. Them, po të manipuluhen. Po, ty thua, shiko, anglezët na kanë pushtuar, na kanë vrarë, na kanë shitur sklev, na kanë bërë atë, na kanë bërë ata. Ata do bëhen akoma më agresive kundër perëndimit. Dhe kur them kundër Anglisë, kundër perëndimit, ata do bëhen me dikë, me fjalë, do bëhen o me Rusinë o me diçka tjetër. Dhe perëndimi po e humb këtë koncept, në fjalë, unë do të shqetësohesha shumë në qoftë se do të më vinin mua, për shembull, të monitoroj një gazetë elektronike, me ato paksa kam mësuar në Kanada kur shkonja në Universitetin e Torontos. Do më shqetësonte shumë reagimi atyre që janë në distancë, sepse reagimi i atij personi që unë e kam manipuluar, që ja kam shpëlar trutë, unë e di, me fjalën që është me mua, sepse është krijesa ime. Po mua do më shqetësonte çfarë mendojnë ata që nuk janë me mua. Dhe ata që nuk janë me perëndimin mendojnë se Rusia ishte provokuar, mendojnë se Rusia kishte të drejtën e saj historike për të mbajtur kontrollin, si të thuash, të paktën shpirtëror dhe ekonomik me ato zona që sot quhet shteti i Ukrainës, që në fakt ishte, për mendimin tim, ishte një krim fiktiv. Ka në shumë shtete, domethënë, kufit u vunë pa dashjen e popullatave, u vunë në tavolinat e fuqive të mëdha. Kështu që ky ishte një konflikt që në origjinën e tij ishte i gabuar dhe shumë i kushtueshëm të realizuar në të vërtetë. Unë kam qenë prezent në Shqipëri kur ra komunizmi, unë jam rritur në një sistem totalitar, që për mua nuk ishte fare me komunizmin, pavarësisht se quhej komunizëm. Dhe unë kam qenë ndjekës i mirë i lajmeve dhe i politikës asaj kohe, me Shqipërinë e kuqe, me Shqipërinë fanar ndriçues, me të drejtat e shqiptarëve për të përballuar të gjithë armiqtë që kanë jashtë. Shqipëria shkëm graniti në brigjet e Adriatikut. Po, pak a shumë këtë politikë po ndjekin ata që duan të pasqyrojnë ose të reflektojnë aty një Evropë të bashkuar, do të thënë që Evropa është një shkëm graniti që mund të luftojë kundër Rusisë, që mund të luftoj kundër Kinës. India është e pallogaritshme për ata. Amerika tash duhet
të largohet nga Evropa. Domethënë, i jemi në një moment që as evropianët vetë nuk dinë nga të vërtetën të mbajnë parullën e shkambit të granitit kundër Rusisë dhe Kinës. Është një çorba deri me fjalë që unë nuk e domethënë çfarë lexon në mëngjes nuk lexon në darkë. Dhe kjo për mua tregon që Evropa ndodhet në një pozicion shumë decisiv dhe uroj që kokat e ftohta sot me fjalë t'i bëjnë thirrje kokave të ftohta në Rusi, të ulen aty dhe të diskutojnë. Ukraina ka marrë fund, Ukraina nuk ekziston me si koncept, çfarëdo që të thonë, është njësoj si dikush të ketë vajtur në të kaluarën, në të ardhmen dhe të kthehet e të na thotë sot çfarë do të ndodhë me Ukrainën. Unë e them, po e them unë, kam mbajtur unë. Ardhmen do ktheva sot. Kush mendon se Ukraina mund të bëhet Ukrainë, është jashtë realitetit kohor dhe nuk ka idenë se ç'do të botë. Petro, do më thënë, do të trajtoj një tjetër temë, por duhet të dalë pak se ajo që përmendë më herët për Indin edhe për popujt e Azisë. Zbigniew Brzezinski, që ka qenë një nga mendimtarët më të mëdhej amerikan, në vitet 80 ka hedhur këtë konceptin e politicizimit të botës së tretë. Edhe çfarë thoshte ai është që në çfarë i ka ndodhur njeriu të bardhë, se deri në luftën e dytë botërore, shumica e botës nuk ishte lidhur me media. Dhe ishte perëndimi që vendoste fatet e botës. Lufta e parë botërore, lufta e dytë botërore, përpara kësaj epoka e kolonive, ku njeriu i bardhë, francezët, holandezët, britanikët, italianët, rusët, pushtuan vendet më primitive të botës dhe i kolonizuan. Shembulli më klasik, domethënë i kolonizimit, është një ishull i vogël, sigur Britania, e cila do të kolonizojë, nuk e di, ndoshta 1/5 e globit. Sa që përpara luftës të parë botërore, Britania quhej si vend ku nuk perëndonte ndonjëherë dielli. Vinte ky Maharaxha i bardhë nga Sabahu, këtu në Malajzi, nga India, nga Egjipti dhe çfarë vendoste Londra do mund të bota. Ama çfarë kupton Zbigniew Brzezinski në një shkrim Power, pushteti dhe principet e pushtetit në vitin 1983, ai thotë që ne kemi ardhur thot në një moment thot ku bota e tretë është politicizuar dhe këta njerëzit e shtypur tani më kanë një agjenci nëpërmjet të cilit ata shprehin opinionet e tyre dhe nëpërmjet opinioneve të tyre këta i sjellin një instabilitet strategjik perëndimit dhe kryejnë lëvizje antiperëndimore. Çfarë ka patur parasysh Brzezinski ishin revolucionet që po ndodhin në këtë kohë në Azi, që nga revolucioni islamik iranian, të revolucionet bafiste në botën arabe, të lufta në Vietnam e tjerë, ku këta popull që në të kaluarën perëndimi i kishte shtypur, tani më ishin zgjuar dhe ishin politicizuar. Se duhet të kujtojmë diçka për shikuesit tanë, për shembull gjatë luftës së parë botërore, kur britanikët i mundën Osmanët dhe pushtuan Palestinën me General Allenby në dhjetor të 1917, shumica e ushtarëve britanik ishin indian dhe egjiptian, edhe australian. Pra, në atë kohë ku njerëzit nuk kuptonin historinë, ti mund t'i manipuloje edhe myslimanët egjiptian, mund t'i manipuloje edhe arabët dhe arabisë me Laurencin Arabis, mund t'i manipuloje edhe indianët
unë isha në Perth të Australisë për para 1, 2 apo 3 muajsh. Australia është pak a shumë një kopje e Kanadas, Petro, inshallah nuk e vizitona njerë, s'ke që do. Ishte shumë vendi i mërzitshëm. Ishte kopjo e Kanadas, vetëm që aty jetoj sikur të kishte rënë COVID-19, domethënë në orën 5 mbylleshin të gjitha dyqanet, po i kishte të gjitha ato që kemi ne në Toronto, me Walmart, me Costco, edhe ishte shumë herë më pastër se sa në Toronto. Edhe kur shkon aty në Perth, ke një Memorial War Museum, një muzeum të memorialit luftës, dhe aty ishin heronjtë e Australisë. Edhe kur shkon lexon emrat e këtyre, janë ato trupat që quheshin Anzac, që luftuan luftën e parë botërore, që luftuan për Londrën. Luftuan në Palestinë, luftuan në Stamboll, edhe u vranë me mira. Dhe kur i pash këto trupa, domethënë, më erdhi keq për këta, sepse domethënë po mendoja çfarë donin këta fakira që do vinin që nga Perthi i Australisë, biles për shikuesit tanë edhe për informacionin tënd, le t'i ndaj ca foto që mora kur isha në Perth. Kjo është për shembull memoriali që i lexon në Perth për të rënët që ka lënë në Australia. Këtu ka edhe disa që kanë vdekur jon Koret Veriut në Afganistan e tjerë, po këta janë pak. Australian Royal Air Force. Ky është memoriali, lest we forget, që hajde mos harrojmë, dhe memoriali është për të rënët në The Great War, 1914-1918. E lexon, e shikon këtë? Po. Dhe kur pash këtë memorial, më erdhi keq të shikoja gjithta australian që janë vrarë për një luftë kot. Domethënë shkuan luftuan në Evropë 1914. Çfarë fituan australianët? Edhe pse duhet luftonin? Po e dua të them që në qofse në 100 vite më herët perëndimi mund ta manipulonte botën, të merrte ushtar që nga Australia, të merrte lopët e australianëve, delet, ushqimet, këto të ngarkohet dhe të merrte me mira australian, të futeshin në për anije. Këto anije do vinin në Singapur, do vinin në Malajzi, do furnizoheshin. Do shkonin në Indi, ndoshta në portin e Goas, do të furnizoheshin aty, do vinin edhe ushtar indian, edhe ushqime. Dhe më pas do kalonin nëpërmjet kanalit Suezit, do shkonin në Egjipt, nga Egjipti do shkonin në Stamboll, apo do shkonin në Beersheba, apo në Gaza që luftonin për zionizmin. Edhe kur e pash këtë, po mendoja se sa ka ndryshuar mentalitetin, që thuar sot australianëve, hajde se do luftojmë, domethënë për Britaninë, nuk të bindën më. Për Australinë mund të manipulohen, domethënë. Po dua të them që ka ardhur një moment kritik në historinë e Evropës, dhe këtu është pyetja që duhet ngrihet këtu. Është që Evropa dhe perëndimi e ka humbur atë dominancën etike në botë. Sigur më përmend ti për shembull rastin e indianëve, që ti lexon mediat indiane dhe ata janë kritik. Domethënë, bota e tretë është rizjuar, duke përfshirë edhe neve në Shqipëri, ëh. Për shembull, ne në Shqipëri ju jeni gjenerat më e vjetër, më e moshuar se unë, por domethënë ne erdhëm nga një regjim totalitar ku trushplam, u shqiptarizum, u idiotizum, Shqipëria kështjell granitin, brigjet e Adriatikut e tjerë e tjerë. Edhe nga që vuajtëm këtë shtypjen enveriste, kur ra regjimin vitet 90, ne shkuam dhe vrapuam me vrap drejt perëndimit, se kujtuam se perëndimi ishte xheneti. Por tani shiko vetëm tënde, shiko mua, të dy jemi kanadez, të dy jemi dezertorë, e kemi lënë Kanadën. E pam që perëndimi nuk ishte ai xheneti, jemi zhgënjur dhe kuptuam që ka botë më të mirë se perëndimi. Kjo është arsyeja se unë jam në Malajzi, apo ju jeni në Greqi. Edhe dua të them këtë, që nëse një luftë botërore do të nisi me Ukrainën, që do të jetë ndoshta lufta e tretë masive botërore, pas luftës parë dhe luftës dytë,
Ndërsa në luftën e parë britanikët dhe francezët triumfuan mbi shumicën e botës, duke mundur në veçanti Osmanët dhe duke kolonizuar botën arabe dhe Afrikën e Veriut. Në luftën e dytë botërore perëndimi humbi. Se po të shohësh rezultatin e luftës së dytë botërore ishte rusët fituan. Ata morën më shumë se sa gjysmën e Evropës në kontroll, ndërsa Britania nga një perandori që shtrihe nga Australia dhe India deri në Kanada, pas luftës së dytë botërore u kthye në një nation state. Britania i humbi kolonitë e saj. Biles ka, domethënë, po në Britani nuk lejohet që të hidhet kjo tezë, por Winston Churchill, për mendimin tim, është njeriu më tragjik i historisë perandorisë britanike, nga që duke futur Britaninë në luftë kundër Gjermanisë, luftën e dytë botërore, çfarë solli rezultati i luftës së dytë botërore? Një do ishte shkatrimi i Gjermanisë, pushtimi i Evropës nga rusët dhe shkatrimi i perandorive koloniale franceze dhe britanike. Dhe tani jemi në një moment tjetër kritik, domethënë kjo lufta në Ukrainë është një moment ndoshta sikur ajo marrëveshja Ribbentrop-Molotov, kur britanikët dhe francezët thonë që ne nuk do ta lejojmë as Rusinë as Gjermaninë që të dominojnë Evropën, ne duhet të bëjmë luftë. Dhe pyetja ime është e para, domethënë e para është pse luftrat masive fillojnë në Evropë? Dhe e dyta, nëse do kemi një luftë masive evropiane, se deri tani lufta është rajonale, është në Ukrainë. Çfarë mendon, kush do të jetë përfundimi i kësaj lufte? A do të zhduket rreth e bërtë dhe do t'i zëvendësoj me triumfin e Indisë dhe Afrikës edhe të Azisë? Në radhë të parë, vetë Winston Churchill, kur mbaroi lufta e dytë botërore dhe kur bëri satet, ato që ju thatë, tha kjo ishte një luftë pa nevojshme. Nuk ishte. Tha, e dyta, nuk do të ndodhë një luftë e tretë botërore, sepse mungesa e perandorive, e perandorisë angleze nuk do marrë ata njerëzit nga Australia që shpirë të luftojnë në Evropë. Ajo ka marrë fund, secili lufton për interesat e vet. Dhe popujt e mdhenj, domethënë popujt masiv, ata që kanë ekonomi, të themi India, Kina, Pakistani, Azia, nuk janë në asnjë lloj forme dhe si thua pozicioni ti bashkohen një lufte që nuk ka asnjë lloj kuptimi për ata, se do luftoj Rusia me Evropën apo qoftë Amerika. Problemi i Kinës është Amerika me Tajvanin dhe me disa zona që Kina do t'i ketë në kontrollin e saj. As aty nuk mund të kemi luftë, sepse Amerika nuk ka mundësi t'i bëjë fare gjë Kinës, domethënë nuk ka të vej tash me vapor të luftojnë në Kinë. Nuk as t'i bëhet fjalë, domethënë Amerika është e humbur pa filluar atë luftë. Në qoftë se do filloja luftë, unë dhe bas me fjalë që në të gjitha drejtimet, në të gjitha nivele do të fitoj Kinë. Dhe përse lufton gjithmonë Evropa? Përse lufton gjithmonë Evropa? Kjo është një pyetje që unë për veten time nuk kam arritur t'i jap një përgjigje të vetme dhe jam ndodhur shpesh herë në një dilemë të gjej këtë lloj përgjigje për veten time apo një tjetër përgjigje, sepse shkoj në muzeumet e Evropës dhe shikoj që aty ka lindur, si të thuash, agresiviteti ekstrem, po aty ka lindur dhe mendimi pozitiv ekstrem. Dhe përse ndodh kjo? Domethënë, lufta e ardhme nëse do të ndodhë, është thjesht një vazhdim i luftrave të tjera. Unë nuk i ndaj, domethënë, luftën e parë botërore nuk e ndaj nga lufta e dytë botërore. Jam vazhdim të njëra tjetrës. Po. Dhe kjo luftë që do të ndodhë tash është pikërisht vazhdimi i luftës së dytë botërore. Pavarësisht se kemi për dominimin e Evropës. Po, nuk kemi një periudhë qetësie dhe zhvillimi, po të njëjtën fenomen kishim edhe gjatë midis luftës së parë dhe të dytë
botërore, kishim një krizë të madhe botërore në 20-30, patëm një shkëlqim të madh ekonomik të Evropës qendrore midis 30-s e 40-s, patëm një luftë, patim probleme të mëdha ekonomike pas luftës, u ngrit ekonomia evropiane, arriti në një moment kulmor dhe tani ne po shohim një rënie drastike të ekonomisë evropiane. Natyrisht që logjika thotë që një luftë do të ndodhë, bazuar në atë histori. Pse? Unë këtë e vë në dy gjëra. Unë e vë në ana gjenetike e njerëzve evropian dhe e dyta në rolin që ka lojtur shtypi i shkruar, do me thënë printing press. Printing press është, si të thuar, zanafilla e medias masive. Dhe kush kontrollon median masive, kontrollon popullatën. Dhe po të shohim në prag të luftrave të mëdha, ta hapim gazetat atyre kohëve, shohim një nacionalizëm ekstrem, idiot, ignorant. Dhe pak a shumë sot e njëjta gjë po ndodh një përpjekje për trushpëlarjen e njerëzve, për trushpëlarjen e popullatave, për të arritur në fund të fundit disa objektiva ekonomike kryesisht, nuk janë me politike, sepse këtu kam një libër, lufta si konfliktet na formojnë ne. Me një fjalë është Margaret Macmillan dhe në një faqe këtu dhe një sarkofag të romakëve. Do me luftë e madhe këtu që 2500 vjet kaluar, 2200 vjet kaluar, luftë dhe shfaqet si evolon trushpëlarja e njerëzve me Napoleonin, me Kale, të tjera. Tregon rastin se si këto shtete nacionale krijojnë pas vetes masa të mëdha, është shumë interesant mënyra se si ka shpjeguar për të arritur objektiva politike. Dhe kush ka politiko-ekonomike, dhe kush ka ekonominë sot, kthehemi në ai fenomeni i GDP-s, që thotë, shiko, ne jemi më të fuqishëm se kemi GDP në më të madhe, i cili për mendimin tim nuk ka as edhe një pikë kontakti me realitet. Dhe është edhe diçka tjetër, është edhe feja. Feja dhe në një farë momenti ka luajtur role shumë të mëdha, domethënë shumë deciziv në krijimin e luftrave masive, përplasjet midis, domethënë, botëve fetare. Qytetërimeve. Nuk mund ta quaj thjesht qytetërim, sepse ne kishim raste që ishte i njëjti, si të thuash, organizim shtetëror, po luftonin protestanët me katolikët. Prisnin koka të njëri tjetrit në mënyrë masive. Nuk mund ta quajmë civilizim. Feja si koncept. Dhe për ta mbyllur këtë këndvështrimin tim, domethënë që nuk mund të diskutohet thjesht në gjysmëri, këtu kam një nga autorët më të përzemërt me të cilën unë jam rritur, nga një autor që më ka lënë, si të thuash, ka lënë një gjurmë të pashlyeshme në qendrën time, është Henry Barbuss. Ky është një libër zjarri, është i shqipëruar. Për mendimin tim, ky është një nga mendimtarët më të mëdhenj evropian. Tregon jetën e tij në luftën e parë botërore, në kompaninë e tija franceze, me një fjalë, dhe tregon si e shikonin njerëzit e asaj kohe, ose ushtarët e asaj kohe, luftën. Dhe ka disa momente në këtë libër që për mendimin tim duhet të futen në mësimin e historisë në të gjithë Evropën. Në qoftë se Evropa ka 29 shtete, nuk e di sa ka sot, në të 29 shtetet, qoftë edhe në ato që janë kandidate për ty, si Shqipëria, duhet të futen pjesë, fragmentet të këtij libri në, si quhen, kurrikulumin e historisë apo të edukimit moral. Dhe në një vend thotë që të dy
në luftën e parë botërore luftonin me trenç, Me kanale. bombardonin dhe me kanale. Dhe kanali tjetër ishte 30 metra më përpara tyre ose mbas tyre të themi, francezë dhe gjermanë. Dhe të dy grupet e ushtarëve këndonin një këngë që kishte një resht eksaktësisht e njëjtë, Zoti është me ne. Ata e theshin në gjermanisht, këta e theshin në frëngjisht. Dhe në atë moment Henry Barbues shkruan me një këndvështrim filozofik si e shpjegonin Zotin ata që luftonin dhe vlisnin njëri tjetrin në emër të Zotit. Dhe një moment tjetër, Wow, dëgjoj, një minut mos ta harrojmë këtë. Të lutem, bëj një shkrim apo skanoje me këto chat GPT-ra gjërat edhe ta botojmë se që nga fantastike. Po, ky është një shqipërim i vitit 1961 dhe kush ka mundësi ta lexojë, të shkojë në faqja 330. Okay. Po, 330. Okay. Është shumë interesant, apo faqja 300. Do të i bëj një fotokopi. Dhe në bëj skanoje edhe nxjerrë tekst edhe ta botojmë në internet, që nga shumë interesant. Po, shumë interesant. Dhe në një moment kur luftonin në vendet e ultra, çanë digat dhe uji i detit vërshoi dhe përmbyti të gjitha fushat. Dhe të gjithë ushtarët dolën si mintë nga transhet, nga vrimat ku ishin futur, dhe kërkonin të gjenin një vend të lartë ku të shpëtonin, mos mbytesh. Dhe siç ishin ushtarët e tërë me bartë, nuk merresh vesh kush ishte gjerman, kush ishte francez, imagjino tash i tërë bartë ata, dhe të tërë vraponin që të gjenin ose të arrinin në ajo pikë la që mos mbytesh. Dhe Henry Barbues kështu shkruan që në luftë mund të ketë shumë armë, po si përmbytja nuk paska, sepse i bashkon të gjithë njerëzit për mbijetesë. Dhe kur afroheshin ajo kodra që vinin të tërë, theshin kamrat, kjo ishte gjua, do me thënë, si gjermanët i theshin francezit kamrat, si ata afrikanët e shkretë që kishin vajtur luftonin për Francën, theshin kamrat, ose të tjerët që nga Indokina kishin vajtur të luftonin për perandorin francezit. Kështu që vjen një moment që për mbijetesë njerëzit bashkohen dhe uroj dhe shpresoj që mendjet e ndritura evropiane të fillojnë të thonë njëri tjetrit kamrat, sepse siç thamë, Evropa ka nxjerrë dhe mendje të ndritura filozofë, më thetash, historian, shkrimtar, që i kanë thirrur mendjes dhe kanë krijuar kryevepra të mendimit njerëzor dhe të sjelljes njerëzore. Dhe uroj që ata që kanë fuqinë sot në dorë të hapin një libër historie, të lexojnë Henry Barbues dhe të tjerë dhe të marrin hapat që duhet dhe jo luftë që po bëhet lufta sikur luan një lojë në ato kompjuter. Filozof ka Evropa, ka njerëz me trup, problemi është që janë të këqij ata njerëzit me pushtet. Sa ata janë që i bëjnë luftrat. Unë shoh shumë dokumentare nga lufta e parë, lufta e dytë botërore, luftat e evropianëve me kinezët e tjerë. Edhe rri vras mendjen, domethënë kur shoh gjithë këto luftra, pse luftojnë njerëz? Çfarë fitojnë? Po problemi është që ata njerëzit që janë me pushtet ndjekin filozofinë e Claushevicit, ku Claushevici thotë që lufta është vazhdimi i politikës nëpërmjet metodave të tjera. Dhe për fatin e keq të njerëzimit, është njerëzit e ligj që kanë pushtet kanë një lloj energjie negative që duan luftë. Për shembull, unë në këto vite të fundit që kam ndjekur shumë lufta, për shembull lufta kundër Asadit, kundër Sirisë, kundër Libisë, kundër Irakut, përveç se jam musliman edhe kuptoj atë pjesë të botës e tjerë, rri vras mendjen, ore pse duhet bëjnë njerëzit gjithë këto luftra? Domethënë përpara pak ditësh vdiq Dick Cheney, domethënë që ka qenë zvonës presidenti i Amerikës me Bushin, që ishte nga
arkitektët kryesor të luftës kundër Irakut në 2003. Edhe me vdekjen e tij po mendoja çfarë fitoi Dick Cheney që bëri këtë luftë. Domethënë, lufta e tij shkaktoi rreth 1 milion të vdekur në Irak dhe lufta kundër terrorizmit që amerikanët lëshuan pas 11 shtatorit shkaktoi sipas Universitetit Brown rreth 4.5 milion njerëz të vdekur nga Afganistani deri në Libi, Algjeria, ku dëgjoj. Edhe rri edhe vras mendjen them, ore çfarë fitojnë këta njerëz që bëjnë luftë? Okej, ja, Dick Cheney me George Bushin e dytë bën luftën kundër Irakut, luftën e dytë. E rrëzuan Saddam Husseinin. Po vjen një moment që si Saddam Husseini që e këta varën në litar, si Dick Cheney që vdiqën në shtëpinë e tij, që të dy vdiqën. Edhe në momentin që këta njerëz vdesin, se domethënë ne si njerëz do vdesim në një moment, ose do vdesim nga natyra, do kemi domethënë sulm zemra, do kemi kancera, do kemi ose do na vrasin me plumb, apo do na vranin litar, apo do na vrasin me drone, ku dëgjon. Po domethënë kur rri edhe mendoj këtë them, ore, po pse duhet të ftojnë njerëz? Është pak a shumë kjo nga kjo romani që ti përmendë, kjo novela. E ke lexuar ndoshta që në kohë të komunizmit, domethënë që kur hapen ato digat bëhen gjithë njerëz të vëllezër, komrat, ai çtojnë njëri tjetrin. Edhe domethënë ti imagjinosh këto trupat gjermane e franceze në luftën e parë botërore, besoj është. Që domethënë këta njerëz qëndronin nëpër llogore duke i gjujtur njëri tjetrit me preva, me armë, me tanke, me topa, pa pritur përballen me një fuqi të natyrës, që është vërshimi i ujit, edhe bëhen gjithë vëllezër, edhe pa pritur e kuptojnë gjithë që jemi vëllezër. Apo ajo që ju përmendët që kur luftonin njëri tjetrin, të dy palët thonin God is with us, Zoti është me neve. Po Zoti nuk është me njerëzit që vrasin. Zoti ne na solli në këtë planet që ta shijojmë jetën që kemi. Unë domethënë besojmë ke ndjekur në këto 2 vite të gjenocidit në Gazë, domethënë që janë tmerruar duke parë krimet që bën te Izraeli, kur rimendoj ndonjëherë them, okay, ja Netanyahu vrau, nuk e di, 100.000 palestinezë dhe bëri gjenocid. Edhe rri pyes pastaj, por çfarë fitoi Netanyahu me këtë luftë që bëri? Ka arritur aq të dëshpëruar në këto momente saqë tani po i kërkon Donald Trumpit që t'i kërkoj presidentit izraelit Isaac Herzog që ta fali, që mos hynë burg. Edhe, domethënë, kur rri edhe shoh ka njerëzit e egër dhe negativ, me energji negative që janë në pushtet edhe që duan luftra, nuk arrit i kuptoj, domethënë, çfarë fitojnë ka njerëz nga këtë luftra. Edhe dalim mbrapa te lufta e parë botërore, lufta e dytë botërore, domethënë shkatrimin që lufta e dytë botërore i solli Evropës. Që ishte edhe rasti i Churchillit, që ti e përmendi që tha ishte unnecessary war, ishte lufta e panevojshme. Ishte ky idiot që e bëri luftën. Churchilli ishte që e bëri luftën, se Hitleri e luste, ora hajde bëjmë faqe. Edhe këta ishin ata që e nxitën Hitlerin, e sponsorizuan, e sollën pushtet, e quan kundër Bashkimit Sovjetik. Edhe domethënë për mua në luftë nuk ka një palë të fituar. Përveç atyre që janë pushtet, që sakrifikojnë me miliona njerëz për disa ambicie politike. Dhe në këto momente domethënë që ne po flasim që Allahu na ruaj, po inshallah nuk flis një luftë pan-evropiane mbi Ukrainën. Për mua fillimi i kësaj lufte do të jetë një shkatrim i paparë për njerëzimin e para, dhe e dyta për njeriu e bardhë apo për evropianin. Se unë për shembull nga që jetoj këtu në Azi, kam shansin, kam qenë në Indi, kam qenë në Batavia, në Jakarta, ku erdhën holandezët, ndërtuan atë koloninë e tyre. Kam qenë në Malaka, këtu në Malajzi, ku portugezët erdhën, ndërtuan koloninë e tyre. Edhe rri edhe vras mendjen, them, ore, çfarë i ka shtyrë këta njerëzit e bardhë që të vinë nga cepi i botës, nga Portugalia, nga Holanda, të vinë me anije druri, kur shkon këtu në Malaka, shikon një anije me druri që kanë përdorur portugezët, edhe ndërtuan koloni këtu në fund botës, duke vrarë njerëz, duke shfrytzuar të njerëz, duke u ndarë nga i qytetërimi i tyre ku ata vinin. Edhe pastaj në një moment caktuar kanë vdekur, janë zhdukur dhe janë pjesë e historisë. Apo kur kam shkuar, kur isha në Australi përpara
3 muaj. Kur shkon në Australi Petro, të krijohet ideja siguria në fundin e botës. Të e kam patur edhe kur kam ardhur në Kanada në vitin, çfarë viti erdha në Kanada se kam harruar, 2009. Kur erdha në Kanada dhe shikoj këto qytetet e Kanada, se Kanada ka vetëm 5 qytete pak a shumë. Toronto, Montreal, Vancouver, Manitoba edhe ku dëgjon. Ai Regina si quhet, në Alberta. Edhe kur shikoj hartën e Kanadas dhe shikoj që po të hetnim 2 orë larg me makinë, mbaronte njerëzimi, thoja vetes, ore të zhduan këtu. Kjo është fundi i botës. Ama kur hika në Australi, pata edhe një përshtypje, domethënë u habita se çfarë donin anglezët, që të thonin nga qendra e Evropës, të sillnin njerëz në këtë ishull të mbaruar. Në Australi verat janë të tmerrshme. Sot janë teknologjitë e tjera, po verat janë shumë të nxehta, janë sikur me qenë në Katar. Edhe rria mendoja, çfarë kanë dashur njerëzit që duhet u kaq larg. Mu dukte vetes se kur isha në internim. Edhe gjitha këto bëhen për shkak të politikës, të këtyre personave që janë pushtet, të cilët për kalkulimet e tyre politike duan që të sundojnë globin, duan të sundojnë botën, dhe për këtë arsye viktimizojnë njerëz. Kur shkova aty në Perth, në qendër të Perthit është burgu. Priti si e quhenin ata, jo detention center, se si kishte një term britanik, se Australia shumë domethënë koloniale, edhe në emërtimet e tjera. Edhe thashë të burgun, burg i madh me gure, ishte si kështjell. Aty burgoseshin këta kriminalët që vinin nga Londra, por edhe aborigjenët vendas që nuk i bindeshin njeriu të bardh. Edhe u mundova që të imagjinoja veten time sikur kisha ata britanikët që erdhën përpara, ku dëgjon, 200-300 viteve, se po më kujtohet sa kur erdhën. Po mendoja se çfarë trishtimi ishte që të jetoje në Australi në fundin e botës. Olsi, po mbyll këtu. Dëgjoj. Ne si spici, njerëzit, ne jemi qenie me rendiment të ulët, mendo. Ne paka shumë kemi tokën, në tokë i ka të gjitha, ka detin, ka ajrin, ka malet, ka. Dhe e shkatruam, këtë gjë. Tashi, ju po thoni që deshin australianët, ata anglezët në Australi. Britanikët. Çfarë deshin ata atje, ose holandezët, ose më the thash kolonizatorët atje. Tani, çfarë do të themi, po them unë tash, Elon Musk në Mars nuk ka as ujë, as ajër, as edhe një kusht elementar për ekzistencën e jetës normal. Është në genet e njeriut veç shkatrimi, dhe ky veç shkatrim kthehet në një lloj instinkti mbijetese, do me thënë kërkon që t'i largohet nga ky kusht që paraprakisht ishte i mirë, dhe kthehet në një kusht acit, dhe njeriu me mendjen e tij të cunguar do të kërkojë gjithmonë një shpëtim dhe do të vejë diku tjetër. Dhe për mendimin tim, në qoftë se njeriu nuk arrin të kontrollojë pronën private, nuk do të jetë kurrë në gjendje të krijojë një environment, si thon, një hapësirë që do të vazhdojë të jetojë në paqe. Pa aftësia për të kontrolluar pronën private dhe forcën e, si të thuash, materializmit, njeriu nuk mund të bëhet kur një gjendje paqësore. Ky është mendimi im, sepse sot ne kemi pak njerëz, pak organizata, shumë pak, të cilët kontrollojnë, ose jo vetëm kontrollojnë, po janë, si të thuash, faktorët kryesorë të cilët do të ndikojnë si do të jetë e ardhmja e 8 bilion njerëzve të tjerë. Do me thënë, mund të jenë sot në botë 100 persona, mund të jenë 500 organizata,
të cilat me kalkulimet e tyre, me veprimet e tyre, me planet e tyre, do të efektojnë për mirë apo për keq jetën e 99% të dykemshave të tjerë që jetojnë në këtë botë. Dhe për mendimin tim, në qoftë se nuk kontrollohet ose nuk vihet limit mbi pasurinë individuale, njeriu si shoqëri, si kolektiv, do të dështojë. Sakt. Fatkeqësisht nuk e kontrollojmë dot atë babzin e radhës njerëzore. Petro, unë të falenderoj shumë. Do të shtosh diçka apo ta mbyllim? Unë ju falenderoj gjithashtu në një bisedë në të ardhmen. Unë dua të diskutojmë lindjen dhe evoluimit qoftë të etnicitetit, qoftë të nacionalitetit, sepse këto dy koncepte janë, si të thuash, bashkëfajtor në situatën që ne sot jetojmë. Inshallah. Si thon, ka ndonjë fjalë inshallah në greqisht? Dhe një parë, nuk ka. Jo, duhet se theo në qoftë se do Zoti, si thuhet greqisht? A ke mësu greqisht apo akoma s'ke mësu? Ne. Po të di po të. Po si thot në dash Zoti? Inshallah. No, si thuhet në dash Zoti në greqisht? Dash Zoti? If God wills. Nuk mund të gjej një shprehje të përafërt me dash të Zotit. Okej, që e gjej unë këtu. Okej, Petro, unë falenderoj shumë. Ean Thelos o Thelej, po më jep Google-i. An Othelos o Thelej, në dash Zoti, inshallah. Anthelotheos. 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 Okej. Petro, falenderoj shumë, miq që na ndoqët, ju falenderoj gjithëve. Faleminderit, selam aleikum.